1 nëntori është një datë monumentale, ashtu siç e thatë edhe ju, është e vërtetë se me 4 nëntor Dom Simoni kremtoi një meshë, që ishte një meshë në fakt rastësore që meti në histori si mesha e parë, por 11 nëntori metet një meshë monumentale, e cila zyrtarisht shkërmuçi sistemin komunist ateist, një sistem masakrues për shqiptarët, i cili shkatroi jo vetëm po themi nga ana materiale popullin tonë, por sidomos nga ana shpirtërore. 11 nëntor është pikërisht një ditë lirie në vetvete, sepse katolikë e musliman u dynden në një numër të jashtëzakonshëm të varrezat e Rmajit për të shiju këtë meshë, për të kremtuar këtë meshë. Në fakt munda me thënë që liria në Shqipëri erdhi nëpërmjet një meshet. Pa diskutim çdo datë, aq më tepër një datë jubilare si kjo e sotmja, është një mënyrë për me kujtu të gjithë ato njerëz që ishin aktorët kryesorë të zhvillimit të kësaj ngjarje. Pa diskutim një meritë e jashtëzakonshme i shkon kolosit të papërsëritshmit Dom Simon Jubani, por do doja të veçoja të gjithë ato djem të Shkodrës, të cilët në një farë mënyrë bashkë me Dom Simonin, pa dallim feje, u vunën në shërbim të tij, e duke u vunë në shërbim Dom Simonit, u vunën në shërbim të lirisë, u vunën në shërbim të vendit e në shërbim të kombit tonë. Pa diskutim këtë desha shtoja, hapja e kishës në varrezat e Rmajit pasoi mrapa dhe faljes parë, xhumas parë që u bë në xhamin historike, xhamin e Plumit, ku njëjti grup që një javë përpara kishte kanë në Shkodër, mrapa u spustu dhe te xhamia e Plumit, dhe në një farë mënyrë të vullose në mënyrë publike ramin e sistemit komunist, edhe pse akoma jo në nivele politike, por de facto u hoq për të hapur një periudhë të re, nëse mund të themi kështu, kohore që fillon pastaj nga 12 nëntori edhe mrapa. Po atjetër, roli i kishës shqiptare, ashtu siç edhe struktura gjatë këtyre 35 viteve ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Kemi të bëjmë një kishë që në 90-të ndoli nga ato katakombet në nivele strukturore shkatrume, në nivele njerëzore në limitet e saj, sepse gjithë meshtarët e cilët kishin bijetu, ishin në një moshë të thyme dhe normalisht duhej edhe një herë ringritja e kësaj strukture. Sot falë Zotit gjendemi në një kohë të mirë ku nga ana strukturore, strukturat dhe organet kompetente të kishës katolike mund të themi që lullëzojnë dhe funksionojnë në mënyrë të plot. Kemi seminarin i cili është vatra e formimit të klerikëve të meshtarëve të ri, i cili në një farë mënyrë të lullëzon, por besoj edhe sistemi operativ i kishës që janë famulli që në dioqezat të ndryshme gjatë Shqipërisë zhvillojnë në mënyrë të plot aktivitetin nga Vërmoshë, do thoja deri në Saranë, sepse në çdo qytet Shqipërisë, falë Zotit, kemi një prani edhe pse numrat të ndryshme të kishës katolike.